Portali freskirinore.com në kuadër të projektit Xhumaje në xhamit tona ju sjell befasin e radhës, duke ju përcjell këtë javë atmosferën e xhumas nga një prej kryeqendrave më të mëdha të shkencave islame të mbar botës, nga xhamia legjendare e Ezherit në Kairo të Egjiptit. Xhamia dhe Universiteti i Ezherit, ndërtuar në vitin 975 nga dinastia Fatimite, përveç që institucionalisht është zëri më kumbuesi i islamit në botë, është edhe universiteti më i vjetër në mbar botën që funksionon pa ndërprerje prej themelimit të tij e deri në ditët tona. Nga të gjitha xhamitë e Kairos zgjodhen për ju të nderuar vizitor pikërisht këtë xhami, për faktin që kur ju përcjellim atmosferën e xhumas nga Ezheri, ju njoftojmë me historinë e bujshme islame, ju njoftojmë me një legjendë të gjallë që dëshmon për nivelin e lartë shkencor që gëzon muslimanët për më shumë se 1 milenium. E dëshmi më e madhe për këtë është pikërisht kjo xhami dhe ky universitet, që me historinë e vet prej më se 1 mileniumi janë krenaria e muslimanëve të mbar botës. Në xhamitë e Egjiptit tradicionalisht para namazit të xumas lexohet Kur'an. Sot në kënaqësi të xhamatit të pranishëm lexojnë një nga zërat më të bukur që kanë nxjerrë ndonjëherë Egjipti, Sheikh Tablawi, që duke qenë me dekada të tëra lexues i radio televizionit egjiptian, me mjeshtrinë e leximit të bukur të Kur'anit, ka fituar autoritet dhe respekt të madh në mesin e Kur'andashësve, jo vetëm nga Egjipti, por nga e tërë gjeografia islame. Tregues më i miri të gjithë kësaj ishin brohoritmat dhe tekbiret që jehuan ende pa filluar shejhu leximin. Ligjeratën e xumas këtë javë mbajti Sheikh Dr. Salih Nassar, që në mesin e flakëve të ndezura ndërkonfesionale përmes të cilave kalon së fundmi Egjipti, me një elokuencë të madhe dhe me një stil të lartë letrar, ju bëri thirrje publike udhëheqësve fetar musliman dhe të krishterë që të flakin retorikën përçarëse mes popullit egjiptian dhe të punojnë drejt afrimit të palëve që domosdo duhet të jetojnë së bashku, pasi të gjithë janë qytetarë të njëjtit vend. Toleranca, solidariteti, bashkëpunimi, këshillimi i muslimanëve mes veti, duke filluar që nga shtresat e thjeshta e deri tek garnitura udhëheqëse, ishin porositë të cilat ligjeruesi i sotëm u apërcolli të gjithë të pranishmëve përmes ligjeratës së tij, që bosht kryesor rreth të cilit sillej e kishte hadithin e pejgamberit alayhis salam. Feja është këshill për Allahun, librin e tij, pejgamberin, udhëheqësit e muslimanëve dhe shtresat e gjera të tyre. Duke lutur Allahun xheleshanuhu që t'i ndihmoj popullit egjiptian në ndërtimin e shtetit të tyre të ri, pa harruar në këtë lutje edhe muslimanët anë kënd botës, Dr. Salih Nassar e përmbylli ligjeratën e tij. Projekti Xhumaje në xhamit tona vazhdon. Destinacioni i radhës mbetet surprizë. Sidoqoftë, freskirinore është gjithmonë me ju, qoftë në lindje apo në perëndim.